Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në këtë minutazh do të flas për Egli Takon. Egli Tako, një nga vajzat më të komentuara, një nga vajzat më të ndjekura, duke që së fundmi nuk po kalon edhe aq ditë energjike. Ajo ka ndarë një fotografi në Instagramin e saj, ku duket shumë bukur e kuruar, me çelësa makinash në dorë, me 2 telefona në dorë, me një çantë origjinale, me cigaret në dorë dhe me një veshje super super cute, ku Egli ka shkruar në këtë foto ngjitur që fuqia zero, por dikush duhet të mbaroj punët. Ju si keni qenë me gjumin këto kohë, pyes për një shoqe. Fotografia me patjetër që edhe është keq interpretuar në fakt, sepse mendojnë që Egli është e smur. Jo, Egli nuk është e smur, por Egli ka fuqi zero sepse ka bërë shëtitje të pafundme. Pas përfundimit të suksesit të jashtëzakonshëm që pati edhe me emisionin e dytë, që në fakt janë 2 formate që kanë ardhur për herë të parë në një televizion si Top Channel, Egli Tako, edhe pas bizneseve që ajo po punon, domethënë edhe biznesit të saj privat për veshje bikini të bukura dhe veshje sportive femërore, Egli Tako duke që ka harxuar aq shumë energji sa që ndonjëherë këto pushimet verore, këto plazhe të bukura, këto ujërat me krip të lezetshme, edhe të lodhin, domethënë ta marrin krejtësisht energjinë dhe pikërisht Egli Tako siç duket po kalon një moment të tillë që ndjehet shumë e lodhur dhe ndjehet shumë pa energji nga vapa e madhe, nga përditshmëria, nga streset e përditshmërisë dhe nga planet në fakt që ka të bëjnë për të ardhmen. Por ajo që mua më pëlqen, domethënë nëse Egli e quan këtë energji zero, atëherë është gabim sepse unë energji zero e quaj një personazh të shtrirë zvar për divani dhe që nuk ka mundësinë më edhe të ngrisë kokën të pyes se çfarë po ndodh me universin, ndërsa Egli përsëri e ka të fuqinë, përsëri e ka të guximin që të ngritet në këmbë, ta shijojë momentin, të shijojë çastet dhe të jetë pranë atyre që e duan. Domethënë, Egli vazhdon që të jetë shumë energjike, vazhdon që të jetë super fuqi, me thënë drejtën, dhe vazhdon që të na dhurojë të gjitha emocionet e bukura që di t'i fal vetëm ajo. Nuk ka një lëvizje dashurie, domethënë shpesh më pyesin Tiranë çfarë po ndodh me fatin e Eglit, a ke marrë ndonjë informacion, a ka krijuar Egli ndonjë lidhje, domethënë nuk ekziston një informacion i tillë, të paktën edhe nga miqtë të afërt të Eglit, të cilët kanë atë qasjen pothuajse të përditshme kundërdrejt kësaj vajze, nuk ekziston një gjë e tillë, domethënë Egli është fokusuar më së shumti tek puna, është fokusuar tek biznesi dhe tek rritja e saj profesionale dhe nuk e shoh Egli në fakt pranë një historie të tillë që do ndryshonte krejtësisht jetën e saj.